Dhe pas ecjes, më në fund bërritëm. Syri kaltër i thetit është një pellg natyror me ujë shumë të ftohtë në ngjyrë blu. Duhet të kemi parasysh se ky nuk është njëjti sy i kaltër që ndodhet pranë Sarandës. Ky ndodhet në zonën e thetit dhe arrihet përmes stegut ku kalon ndërlysa. Por ajo që kamera nuk ta përcjell dot është temperatura. Uji është vërtet shumë i ftohtë. Ka persona që futen për tu larë, por shumica qëndron vetëm për pak sekonda. Pas gjithë ecjes, megjithatë, të paktën këmbët në ujë janë pothuajse të detyrueshme. Ne qëndruam këtu, shijuam pamjen dhe bëm pushimin që e kishim merituar pas shtegut. Dhe po, është një vend shumë i vizituar. Ndaj, nëse doni ta gjeni më të qetë, përpiquni që të vini më herët gjatë ditës dhe të shmangni oraret e pikut. Kjo ishte një nga eksperiencat më të bukura të ditës së parë. Jo vetëm për syrin e kaltër, por për të gjithë kombinimin e ecjes, natyrës dhe peizazheve gjatë rrugës. Dhe sigurisht, dita nuk mund të mbyllej pa ushqim tradicional. Në Theth, shumë prej bujtinave dhe hoteleve shërbejnë produkte lokale dhe gatime shtëpie. Pas gjithë ecjes, një darkë ngrohtë me ushqim të zonës ishte pikërisht ajo që na duhej. Mbrëmja këtu është shumë më e qetë se në destinacionet e zakonshme turistike. Nuk ka nevojë për një program të veçantë, mjafton ajri i freskët, zhurma e lumit dhe malet që vazhdojnë të duken edhe pse dielli fillon të largohet. Dhe kështu u mbyll dita jone e parë.